në xhenem u thot Allahu këtyre njerëzve: "Alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadhibun." Ata tash e vesin e hanë vetveten, e pyesin veten pse neve erdhëm këtë drejgje. Kush na pruni neve në këtë drejgje? E i thot Allahu dhu xhelal: "A nuk të vishin ty ajetet e mia?" Shifre, që kjo që i lexojnë në Kur'anin, çto argumente që na i lexojmë. I thot Allahu atyre: "A nuk të vishin ty ajetet e mia?" E ti i përgënjeshtrojshe. Ti thoshe lene bese hoxhallar të kallëzim për Allah. Ti thoshe lene bese këto janë domethënë nga shkretira arabe, janë prallat Muhamedit, kështu thënë disa njerëz. E i thot Allahu këtyre njerëzve atje duke qenë në xhenem, duke u djeg ata, duke u shkromoq në xhenem, u thot: "A nuk të vishin ty ajetet e mia?" E ti thoshe se janë pralla. Kur ta shohin të vërtetën ata, kanë me thonë: "Rabbena ghalabat alejna shiqwatuna wa kunna qauman dhalin." O Zot, na mujti e keqa, e pa të mop udhën, domethënë mos na zë për kusur shumë. Se njerëzit lesh dopt tash kërkon justifikim, arsyetim, mundohet ta mashtron Rabbul Aleminin. E ti thot: "S'është faji jem krejt kjo punë, po edhe ti o Zot i ki pak fajet. Pse më laje mua me shku qaq shumë devijim, qaq i keq mu bëhe." Para mendoni, edhe në xhenem njeri mundohet Zotin me fajsu për me e shfajsu vetveten. E i thot: "Na mujti neve e keqa, ama o Zoti me pasdasht pak na kishe ndihmu neve ma qitë në udhrit." Po Zoti çoj Kur'an, Zoti çoj pejgamber, Zoti çoj ndodhit ndryshme në jetën tone, çoj hoxhallar, çoj hutbe, çoj këshilla, po ti çka po tën më shumë? Qa do në ti ma shumë? Ta dha mendjen, ta dha shnetin, dha shumë të mira, ti ketë ato i përbuze, qka lip tash? Edhe njëherë kjo njeri mundohet me përdor dinakri, ka shi madhnisë të ti, subhanahu wa ta'ala, dhe thot: "Rabbena akhrijna minha fe in udna fe inna dhalimin." O Zot, na nxjerr pi xhenemit që këtë herë, na e falë që këtë herë, e ndalim edhe njerë dunjo, kime pas se sa mirë kena me pununa. S'kina më bëmo na të këqi. E nëse apet bëmi të këqi, atër na i na zullum qarë. Në mund këtë na e falë, mës na e zë. Tri, jeshil, papjek. E i thot Allahu gjallë: "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." I thot Allahu: "Më shel në gojen, të poshtrum kofshit vazhdimisht, zonim zvani. S'ka më vakt me fol. S'ki më argumente me paraqit, s'ki arsuetime ti më me dhonë. Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." E pastaj Allahu Gjallal shpejt e shpejt të regon për besimtarët e mirë që kanë qenë në dunjo: "Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana." Ishte një grup besimtarësh në dunjo që thonin: "Zoti jon, ne të besuam ty, na i fal gjunahet tona, na mëshiro, se ti je mëshirshëm më i mirë. E ju që jeni në xhenem sot, fattakhadhtumuhum sikhriya", ju talleshit me ta. Ju xhenemlit i talleshit me besimtarët, i nënshmonit besimtarët, lloj etiketesh u jepshit besimtarëve. Ju talleshit me ta. Qatë shumë talleshit me ta sa që ju harut për kujtimet e mia që va jepsha juve. Wa kuntum minhum tadhakun, edhe qeshnit me ta. Qeshnit me besimtarët. Thot Allahu dhu Gjelal: "Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun." E unë sot ata që ju i tallshit i shpërbleva për sabrin që kishin, edhe ata janë fitimtar. Sura Al-Mu'minun, ajeti 99 deri në ajetin 111. Shkoni te shtëpia, çelë mushafin, lexoni këto ajete dhe nalni secili për ju shmendoni, shife krejt historia e jetës së njeriu. Nga momenti i fundit deri në momentin e fundit në ahiret. Nga momenti i fundit në këtë dunja deri në momentin e fundit në ahiret. Fazat mrekullueshme. Shife ku e ki venin ti. Shife ku e ki funin ti.